E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të bërë një analizë me Selinës edhe Rogertit. Selina dhe Rogerti janë në qendër të vëmendjes, përflitet shumë marrëdhënia e tyre. Rogerti ka dhënë kërcënime të forta kundër drejt Selinës, edhe ditën e sotme përsëri ia vuri në dukje që unë të njoh shumë mirë. Çfarë nje Rogerti, do të thënë çfarë Rogerti di për Selinë? Unë brëm kam hulumtuar në fakt deri në orët e vona tek Selina, kam hyrë pak në të kaluarën e saj dhe jam munduar që të shoh se çfarë është fshehur te Selina që Rogerti di. Do të thënë Selina vinte nga një televizion që Rogerti e quan televizion opozitar, do të thënë te klani, një reagim që në fakt bëri dhe Ledioni herën e kaluar se përse Rogerti e quajti këtë televizion opozitar, dhe Selina kishte punuar në rubrika të ndryshme të emisionit e diela shqiptare nga Ardit Gjebrea. Do të thënë Selina kishte qenë një balerin në emisionin e diela shqiptare, do të thënë kishte punuar te Ardit Gjebrea. Dhe jo më kot përzgjedhja për të udhëhequr këngën magjike nga ana e Selin Bollatit ishte bërë, domethënë nga ana e Ardit Gjebrea, sepse Selina ishte pjesë e të dielës shqiptare, por jo pjesë e televizionit Klan. Këto terme duhet të theksuar mirë sepse janë terme që më pas domethënë ngatrojnë opinionin. Tani, Selina gëzonte një jetë shumë të mirë. Do me thënë, pushimet verore i vizitonte në vendet më luksoze, në vendet më të shtrenjta, kishte jetë të bukur me shoqëri, kishte jetë të bukur me familje, këtë afrimitetin që Selina e tregonte me tezet e saj, me familjen e nënës, me familjen e babait, me rrethin e ngushtë, do me thënë e kishte jashtëzakonisht të pranishëm edhe në jetën e saj të mëhershme. Do me thënë është po kjo Selina, kjo vajza e gjallë, kjo vajza me shumë energji. Do me thënë të njëjtën energji e tregonte edhe në pushime që kishte bërë, kishte vizituar shumë vende, dhe nga të gjitha ato vende që Selina kishte shkuar, kishte bërë reklama dhe kishte nxjerrë në përjetet sociale. Por, çfarë kishte një sekret, do me thënë në këtë mes që unë arrita ta nuhas. Shëtitje që Selina kishte bërë, vende që Selina kishte përzgjedhur që të viziton, vende që Selina kishte dashur që të takon, ishin në kuadër me lidhshmërinë me të dielën shqiptare. Do me thënë, Selina së bashku me një staf kishte udhëtuar në kuadër të dielës shqiptare, që do me thënë kishin vizituar hotele në Turqi, në Antalya, në Belek, në përvende të ndryshme, do me thënë aziatike, vetëm e vetëm që të bëhen reklam për pushuesit shqiptar gjatë kohës së stinës së verës. Do me thënë, më së shumti ishin udhëtime në kuadër me punën që bënte. Tani, pse e përzgjedhur Selina? Duke e njohur natyrën e Selinës, atraktivitetin që ka Selina, këtë energji që ka, do të thënë të njëjtën energji që është duke e dhënë brenda në shtëpinë e Big Brotherit, të njëjtën energji e kishte dhënë dhe në jetën e saj të përditshme, do të thënë shumë happy, shumë e lumtur, saqë në një moment edhe gishtin kur e kishte thyer të dorës, do të thënë nuk e pengonte që t'ia ndalon këtë energjinë, këtë super atraktivitetin që ka Selina. Do me thënë, pozitive, këtë pozitivitetin që ne e shohim këtë vajzën të çmendur, këtë vajzën me një shpirt bebushi brenda, me një lepur brenda saj, do me thënë e kishte patur dhe në jetën e mëhershme. Tani le të ndalojmë tek pjesa e Dubait, që në fakt është shndruar në një këngë, Yalla ya Selin, Yalla ya Dubai, që është bërë hit në Dubai, do me thënë përdoret nga këto sheikët dubanes, të cilët në për Instagramerat e tyre dhe në për TikTokerat e tyre bëjnë video me këtë këngë. Do me thënë, në Dubai këtë këngën me zërin e Rogertit e kanë marrë dhe e kanë bërë remake. Dhe tani kjo kënga në Dubai është bërë hit. Unë e kam thënë Selina nga ky Big Brother do del me album, nuk do del me këngë, do del me album. Dhe mënyra se si Selina i është përshtatur kësaj këngës ka dhezur një viralitet të madh në përjetët sociale, gjë që ju ka rënë dubanezëve në vesh. Tani ç'lidhje ka Selina me Dubain dhe ç'lidhje ka Selina pikërisht me këto që Rogerti thotë. E para njëherë Selina, në pikpamje të parë, është një vajzë shumë e çiltërt, një vajzë që ka patur lirinë e plot nga familja,
që ka jetuar me shoqëri, që ka hedhur foto në rrjetet sociale me miq, me shok, me njerëz që ndoshta i ka njohur në vendet ku ka shkuar dhe i ka hedh për humor, sepse ka shumë sens humori brenda, dhe kjo gjëja e jep atë pikpamjen që Selina është një vajzë që i preferon meshkujt me makina të forta, që i preferon meshkujt me shumë lek, që i preferon meshkujt me, vetëm për t'i rjep në një farë mënyre. Tani, në qoftë se Selin do të kishte këtë bindjen, Selina e kishte të gjithë luksin që t'i afroheshte Mateos, një djalit i cili vinte nga një familje që kishte një pasuri të mirë dhe ka një pasuri të mirë të konsiderueshme. Do thënë Mateo nuk është djali i varfër, është djali i një biznesmenit. Ndërsa në anën tjetër, Selin nuk ka hedhur kur syt tek Mateo dhe nuk ka marrë kur vëmendjen e Mateos, por dhe nuk ja ka dhënë në fakt qëndrimin që Mateo ta kupton që Selina e ndjen. Selina shkoi tek një djalë i cili tregoi një jetë shumë të vështirë, që ka 6 motra, që është munduar të punon që të siguron një të ardhme solide për familjen e tij dhe nuk shkoi në këto preferencat. Tani, duke e parë që Selina është vajza që ka një lloj pozitiviteti të bukur, që di të dhurojë një energji të mirë, që di të dhurojë një moment fantastik, e sjell tek publiku këtë dyshimin që Selina mund të ketë shkuar në Dubai dhe të ketë bërë çuditërisht ato punë që e bëjnë të gjitha vajzat e tjera, që realisht ja po e them troç, shiten me lek, nuk është që kjo puna bëhet vetëm në Dubai, prostitucion quhet kjo. Prostitucioni ekziston dhe në Maqedoni dhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Sot nuk ka nevojë më vajzat të dalin në rrjetet sociale për të shit me lek, janë vetë lidhje që i kanë krijuar nëpërmjet shoqërisë, mund të gjejnë numra të këtyre personave që paguajnë për të fjetur me femrat e tjera dhe mund ta kryejnë prostitucionin. Domethënë nuk do të thotë që ti duhet të shkosh në Dubai për të shëndruar, më falni në shprehje, në një prostitut. Domethënë vizita në Dubai e Selinës tashmë është faktorizuar, një gjë që ekzistonte dhe në rrjetet sociale të Selinës, që vërtet kishte shkuar në shoqërimin e kryeministit Rama me komplet ansamblin, le ta themi, që kanë prezantuar vlerën kombëtare shqiptare në Dubai, dhe Selina, si të gjithë vajzat e tjera që në këtë rast domethënë mund të jenë prekur me këtë debatin që ka bërë Rogerti, domethënë kishte bërë një pikë koreografie që ka vallëzuar një valle tradicionale shqiptare. Domethënë arrita të kuptoj që Selina është një vajzë që ka qenë e pavarur në jetën e saj, domethënë i ka bërë gjërat sikur ja ka ndier shpirti i saj, ka jetuar qefin në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe kjo gjëja ka dhënë pikpyetje tek Rogerti, domethënë në një mentalitet si natyra Rogerti, që po iku vajza atje, domethënë i bën punët e pista. Unë nuk them që Selina nuk ka patur të dashur, që mos ta dramatizojmë si gjë, por domethënë nuk është aq e egzageruar situata sa që Rogerti dëshiron ta bën. Por Rogerti unë e shoh që do ta faktorizon Selinën, dhe pikërisht domethënë duke i bërë këto lëvizjet, ai është duke e futur Selinën brenda në lojë.